ne si besimtarë të Allahut që jemi, si besimtarë të përkushtuar ndaj Tij, kërkues të mirësive të Tij, e mbi të gjitha të faljes ndaj mëkateve tona dhe të shpërblimit me xhenetet më të larta. Nuk duhet të na interesoj shumë çështja e datës dhe e numrave se kur qëndron, por duhet na interesoj arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Është mirësi dhe vlerë e jashtëzakonshme, është lehtësim dhe nderim nga ana e Allahut për ne që ai e ka lehtësuar dhe e ka thjeshtuar kërkimin dhe arritjen e kësaj nate të begatshme. Besoni, të parët e këtij ummeti aq shumë e kanë kërkuar arritjen e natës së Kadrit, saqë për ta nuk ka pas shumë rëndësi edhe data, nuk ka pas shumë rëndësi edhe dita se kur mund të ndodhë ajo. Prandaj Ibnul Qayyim rahimahullah ka thënë, edhe sikur të ishte e fshehur nata e Kadrit brenda vitit, jo brenda muajit, jo brenda 10 netëve të fundit, por dhe sikur të mos e dinin fare se kur është brenda vitit, çdo natë do ta kërkoja atë derisa ta arrija atë. Pra kaq shumë kanë pas interesim, kaq shumë ja kanë ditë vlerën kësaj nate të parët e këtij ummeti, të devotshmët pasues të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të parët e këtij ummeti çdo natë në 10 e fundit, nga momenti që kanë bërë iftar, a kanë përfunduar iftarin, janë la, janë pastru, i kanë vesh rrobat më të mira që i kanë pas, i kanë parfumos vetët e tyre me parfumet më të shtrenjta dhe më të mira që i kanë pas, që kur të vije përjetimi i natës së Kadrit, ata të jenë në formën më të mirë. Sepse kjo natë nuk është thjesht një natë. Në këtë natë, besimtarët të Allahut, Allahu e trazon komplet qiellin me të gjithë meleket e Tij. Allahu zbret në qiellin e kësaj dynjaje për të na nderuar neve.